Nuk mundem t'u them se si më digjet zemra kur shoh gjithë armiqtë tanë të punojnë kundër Shqipërisë, është e tepër t'u them se si jam gati të jap edhe shpirtin që më ka mbetur për Shqipërinë. Gazeta spanjolle El Día në Madrid me 9 tetor të vitit 1918 ka botuar një intervistë me Ismail Qemal Vlorën. Sipas tij, Shqipëria që do të rilind pas luftës së parë botërore duhet të jetë më e madhe se ajo e vitit 1913. Ajo duhet të ketë brenda saj Pejen, Gjakovën, Prizrenin dhe Ohrin. Kosova, Dibra dhe Epiri duhet i përkasin Shqipërisë. Kryesore për Ismail Qemalin ishte pasja e një qeverie kombëtare dhe liberale, që t'i përshtatej zakoneve dhe karakterit të popullit shqiptar. Gazetari nënvizon në fund të intervistës se në sytë e liderit shqiptar shquhet flaka e patriotizmit më të kulluar.